Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Jam këtu pranë jush për të sjellur këtë herë një histori shumë të dhimbshme. Do të ndaloj tek historia e zonjës Qamile, me shumë ankth, me shumë stres, por me një besim të plot, zonja Qamile ka shkruar historinë e saj. Unë jam Qamilja, bie të Pelenës, lindur në një shtëpi modeste, ku fjala e dhënë vlente sa një jetë. Rita veten me punë, me nder dhe me shpresë. Dhe kur më erdhi koha të dashuroj, i dhash zemrën një burri që mendova se do të më ishte mbështetje për jetë. Eca drejt tij me besim, me pasion dhe me gjithatë që një grua mund t'i falte burrit të jetës së saj. Por nuk e dija që pas vitesh, ai njeri që e quaja burr, do të më shkatronte, jo vetëm zemrën,